Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit do të mblidhet më 28 janar për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin e numër 2 të qeverisë. Data për mbledhjen u caktua këtë të hënë nga Kuvendi pak orë pasi grupi parlamentar i Partisë Demokratike kallëzoi në SPAK kryeparlamentari Niko Peleshi me arsyetimin se ka bllokuar mbledhjen e Këshillit të Mandateve për zëvendës kryeministren, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku. Me urdhrin numër 3, datë 12 janar 2026, është thirrur mbledhja e Këshillit për rregulloren, mandatet dhe imunitetin në datën 28 janar 2026, ora 12 në kryesinë e Kuvendit, për vijimin e shqyrtimit procedural të kërkesës së prokurorisë posaçme, që ka për objekt dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetit, ministrit, zëvendës kryeministrit nëpërmjet zvendësimit të masës së sigurimit, sipas procedurave të parashikuara nga kushtetuta dhe rregulloria e Kuvendit. Prokuroria e posaçme antikorrupsioni kërkoi më 16 dhjetor Kuvendit autorizimin për arrestimin e Belinda Ballukut, pra rrjedhimisht heqjen e imunitetit të deputetit që ajo gëzon e më pas hapjen rrugë të marrjes së masave ligjore. E pandehur për shkelje në tender 190 milion euro të tunelit të Llogaras dhe nënhetim për 7 procedura të tjera prokurimi lidhur me ndërtimin e loteve të Unazës së Madhe, SPAK ka dyshime se Balluku, duke qenë në detyrë, rrezikon të prish provat hetimore dhe të intimidojë dëshmitarët.